Të thatë po ato që thash unë. Dhe unë pikërisht këtë të thash. Ne mbrojmë mendimin populist, domosdoshmë të qytetarëve, të popullit. Dhe ky ishte vullneti, më duket sikur shpreha sikur deklarova. Nuk është mendim populist, mendimi qytetarëve. Mendimi qytetarë është mendim qytetar. Mendimi populist, kur thua populist, ka një kuptim pejorativ, një kuptim pak jo normal. Populist, edhe kur flet si populist, nuk ka të kuptim. Kur themi mendimi qytetar shprehet përmes demonstratave, shprehet përmes grevave, shprehet në forma nga ndryshme, shprehet edhe përmes një proteste që mund bëjnë vetë ambientalistët, shoqatat e ndryshme qytetare. Po më duket sikur këto thash. Pra, këtu kemi të bëjmë në thelb që grupi kryesor, ju lutem, grupi kryesor i interesuar në fushë janë qytetarë. Janë shtetas e shqiptarë. Dhe ky grup unë mendoj se akoma është në batak, nuk e bën mendimin e tij, nuk e shpreh mendimin e tij plotësisht. Pra, këto shoqatat megjithëse kanë një lëvizje, nuk duhet t'i dhëtë poshtë, por mendoj se këto nuk funksionojnë plotësisht. Këto ndonjëherë edhe përdoren për interesat të njërës palë apo të palës tjetër. Pra, duhet mendimi qytetar, duhet jetë më i fortë, duhet jetë më oponent dhe duhet vihet përballë qeverisë. Përballë qeverisë. Ajo që iku, edhe kjo që erdhi. Se mirë kjo mori një vendim tani që unë e mendoj se është një vendim shumë i drejtë, po do të shikojmë me surim të se çfarë hapa do të bëjmë. Po ne nuk bëjmë prognozë, unë ne po flasim për sot dhe më duket